importu. Kështu që nuk është çudi pse në Kosovë brenda vitit importohen 600 kusur milion euro kerre. Kuptohet aty hyn kerret që na importojmë nga vendet si Gjermania ose Korea e Jugut, por edhe vendet si Rumania dhe vendet tjera poshtë e përpjet. Edhe për krejt këto kerre duhet naftë ose benzin, që po ashtu e importojmë me të shtrajt, e blejmë me të shtrajt, edhe për një pjesë të këtyne kerreve duhet rrymë. E rrymën e prodhojmë. Çto ju pretësha? A e prodhojmë, a e importojmë rrymën në shtem. Për 4 vjet kemi importu mbi 750 milion euro rrymë nga vendet fqinje. E tybe s'ma ka forciren mali zi që na ka shit rrymë kur po thonë vendet fqinje. Edhe trendi është ka vazhdojnë e ka përketësohet. Çka është ka bën Kosova, është ka importon rrymë dhe matutje, edhe është ka refuzon të përfshihet në projektin Amerikan të gazjelësit. Qyre, OPED i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë nuk ka qenë shumë diplomatik, por ka qenë shumë i qartë. Kosova në aspektin energjetik duhet të zgjedh, a është me Amerikën apo me Rusin. S'ka shumë hapsin as me u zbulu ujtë e nxehtë, as me u tentu me u paraqit situata ndryshe. Çdo tentim tjetër për ta mbajtur këtë situatë të paqartë, për të spekuluar, për të shmangur përgjigje, është tentim për të bler kohë për agjendën ruse të energjisë. Qysh është situata saktë? Administrata e presidentit Trump, mirë po duhet me thonë që kjo politik nuk bërën vetëm nga administrata Trump, është nisë shumë ma heret, mirë po administrata e presidentit Trump në op-edin e ambasadës amerikane thuhet se prioritet kryesor e ka ulljen e varësisë së Evropës nga energjia ruse. Një nga veprimet konkrete në këtë drejtim është ndërtimi i infrastrukturës për një gazjellës që përdor gaz të lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara. Kosova e ka pasur mundësin për ndërtimin e infrastrukturës së gazjellësit edhe të një termocentrali me gaz me pare të Shteteve të Bashkuara edhe e ka refuzu. Ka kërku që Amerikanët me pare tyne në Kosovë të financojnë bateri, ku na e kishim nërmen me rujt energjinë elektrike që e prodhojmë në Kosovë. Baterit kuptohet që nuk janë ndërtu, edhe në rastin ma optimist në botë do të ndërtuën vitin e ardhshëm. Po them edhe njerë, në rastin ma optimist në botë. Me u kthy te gazi. Eksportet e LNG-s amerikane pritet që të dyfishohen deri në vitin 2030, edhe do të rrjedhin përmes projekteve rajonale, që është një korridor vertikal i gazit, është një terminal lundrues i gazit natyror në Kroaci. Kosova gjithashtu e ka mundësinë të lidhë me gazjellësin që është ka ndërtohet për të lidhë terminalin e LNG-s, gazit të natyrshëm të lëngshëm në Aleksandropoli, në Greqi dhe mu lidhë me Shkup në Maqedoninë e Veriut. Pra, i vetmi vend në Ballkanin perëndimor që nuk ka infrastrukturë, nuk ka lidhje me gazjellës edhe nuk e ka nërmen me ndërtu, është Kosova. Tjerat ose kanë gypa, ose jonë ka i lidhin ato gypa me projekte amerikane, ose jonë ka nënshkruajnë kontrata për gypa të ri dhe furnizim nga Amerika. Kush është ka përfitën prej kësaj politike të Kosovës? Përfituesit janë të qartë. Përfituesit më të mëdha janë importuesit edhe tregtarët e rrymës, që ta ka përfitojnë direkt. Indirekt është ka përfiton Rusia. Kush është ka hup? Edhe kjo po dihet. Krejt kosovarët që jemi ka paguajmë rrymën ma të shtrajt, edhe krejt ekonomia që nuk rritet nëse nuk ka furnizim stabil me energji elektrike. Pyetja kryesore, pyetja e krejt pyetjeve überhaupt pas këtyre zgjedhjeve është pse. Derisa qeveria nuk ka dhënë përgjigje të qartë as në pyetjet tona, e nuk ka pranuar fort pyetje as në paraqitje televizive që i ka pas gjatë fushatës. Mysafiri